Kombëtarja e vajzave vazhdon përgatitjet në Shkodër në prag të 2 ndeshjeve të fundit të kualifikueseve të Kupës së Botës 2027 ndaj Çekisë dhe Malit të Zi. Në drejtimin e stafit teknik me në krye trajnerin shkodran Armir Grima, vajzat kuqezi po zhvillojnë një program intensiv servitor me fokus maksimal tek sfidat e radhës. Gjendja e grupit paraqitet e mirë dhe nuk janë evidentuar probleme fizike në skuadër. Për trajnerin e kombëtares Armir Grima, atmosfera është pozitive edhe për faktin se vajzat futbolliste kanë ardhur mjaft të karikuara nga sukseset e arritura në klubet e tyre. Vllaznia si kampione e Shqipërisë, Teuta fituese e Kupës së Shqipërisë, si dhe Mitrovica e suksesshme në kampionatin e Kosovës. Numri 1 i pankinës kuqezi e vlerëson grumbullimin e fundit në Shkodër sepse janë 2 ndeshje ku do të vendoset nëse Shqipëria do të qëndrojë në Ligën B apo jo, me përjashtim të mbrojtëses Aglia Eliadhi që nuk do të jetë e gatshme për këto 2 takime për shkak të një problemi shëndetësor. Pjesa tjetër e ekipit është e plotë. Kombëtarja do të udhëtojë të mërkurën pasdite drejt Çekisë ku me 5 qershor në orën 17 do të përballet me përfaqësuesen çeke në ndeshjen e parafundit të grupit. Me 9 qershor, vajzat kuqezi do të mbyllin fushatën kualifikuese me sfidën ndaj Malit të Zi, që do të luhet në stadiumin Loro Buriqi në Shkodër në orën 19.